Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen. Unë jam Stefan Çapaliku, drejtori i Qendrës Studimit të Arteve, dhe përpara se të jap fjalën të ftuarve tonë të nderit, du të rikujtoj faktin që një vit më përpara, tamam një vit më përpara, ne kemi nisë ciklin e bisedave të hapura që i kemi quajtur Lectio Magistralis, pikërisht këtu, dhe dëshiroj të për shkak të faktit se jo të gjithë ju keni qenë pranishëm në gjitha herët, t'i kujtoj njerëzit të cilët kanë marrë pjesë, se kemi nisë më 31 janar të vitit 2024 me profesor Gjergj Pervazin, koreograf, drejtori i Teatrit Kombëtar Eksperimental, me bisedën ndërthurje. Pastaj kemi viju me 28 shkurt të atij viti 2024 kemi pas artistin multidisiplinar Lektasi, i cili ka marrë një Lectio Magistralis me temën njeriu si subjekt i vënë në provë. Kemi viju me maestro Eno Koçën në mars për mi inteligjencën muzikore, dhe kemi pas një bisedë jashtëzakonisht interesante në maj të vitit 2024 me maestro Thomas Imakun, profesor i kompozicionit nga Universitetet Britanike. Më vonë kemi pas të ftuar Alfred Bualotin, ish drejtorin e Festivalit Ndërkombëtar të Butrinti, i cili ka bërë një retrospektiv shumë interesante për mi, le të themi, lavdin dhe rënjen e këtij eventi. Duke viju në shtator të vitit të kaluar, kemi pas këtu fotografin shqiptar-kroat Luka Mjeda, i cili ka ardhur, Edmir, të lutem, ta marroj, profesor Hajgu, ta marroj të lutem, fal. Do ta kesh ti fjalën, ta ankohen. Kemi pas Luka Mjedën pra nga Zagrepi, i cili ka folur për mi veprën e arkitektit shqiptar Andrea Aleksi. Në vijim ka qenë një djalosh nga Prizreni, Ares Shporta, i cili ka folur për mi kineman, artin e kinemas, për mënyrën se si është administruar dhe menaxhuar një prej kinemave më të vjetra të ish Jugosllavisë, me të cilën është themeluar dhe eventi më i rëndësishëm kinematografik në Kosovë si Dokufest. Dhe kemi përfunduar në nëntor me një person shumë të rëndësishëm, Bejtullah Destani, një person që vjen ka ardhur nga Londra, këtu një person, një familjar shumë i afërt, intimit të gjitha arkivave dhe çështjeve shqiptare që gjenden në arkivat britanike, që na ka folur për mi figurën e Çatin Saracit, një piktorit shqiptar, i cili ka ngrys vitet e tij në Londër. Dhe në janar të 2025 kemi prezantuar vjetarin artistik shqiptar apo Vashin. Sot kemi të ftuar neri një person shumë të rëndësishëm të muzikës shqiptare, si në kohën para 90, ashtu edhe mas viteve 90, prandaj edhe ligjërata e tij është titulluar Midis dy kohëve. Ky është profesor Hajk Zarjan, Miki Joni, Miki Juaj, dhe një njeri me një komunikim pedagogjik të jashtëzakonshëm, që përmban sot e kësaj dite një vlerë shumë të madhe, veçanërisht për brezin e ri. Shpresoj që tema e tij Hajk Zarjan Midis dy kohëve ka mund jek me interes. Atë do e moderoj kolegu ynë Edmir Ballxhati. Ju falenderoj gjithë. Përshëndetje gjithë, nga parë faleminderit që keni ardhur për qenë këtu. Du të fillojmë radhë parë këtë prezantim duke falenderuar Qendrën e Studimit të Arteve dhe vetë Akademinë e Shkencave të Anësi, cilat për disa kohësh i kanë dhënë një hapësinë të konsiderueshme figurëve muzikore të traditës tonë. Jo vetëm këtë cikël pra në Lectio Magistralis, por edhe në disa aktivitete tjera. Këtu është me vlerë për të nënvizuar aspektin dokumentar dokumentues që kanë marrë këto takime her mas herët, krahas promovimit dhe vlerësimit të
të figurave dhe kontributeve tyne, një aktivitet i cili është në linjën e punës kërkimore që vetë qendra ka edhe me vjetarin që përmendi profesor Stefani më përpara, dhe është një punë e cila meriton shumë vlerësim, sidomos duke pas parasysh mangësi që janë krijuar në këto 30 vite në këtë fushë në raport me gjitha fushat e artit tek ne, por unë do të veçoj sidomos edhe muzikën si një aspekt që çalon këtë drejtim. Në radhë dytë, dëshiroj të falenderoj profesor Hajgun, i cili pranoi me qenë pjesë e këtij aktiviteti, e duke te kalu kështu, do të thënë një ngurrim që është krejt i natyrshëm për çdo krijues që mos i krijon veprën me u detyruar dhe me dhënë shpjegime për veprën e vet, po ta themi kështu në thojse. Vetë profesori është natyrë e tërhequr dhe nuk është natyra protagonisti që kërkon vëmendje publike apo edhe projektorin e mediave të tjerë dhe përgjithsisht kërkon me fol vetëm me veprën e vet. Në këtë kuptim, do të thënë edhe kjo mundësi që unë kam sot nuk është vetëm kënaqësi apo privilegj për të biseduar me te, por edhe një përgjegjësi, do kisha thënë kuptimin për të qenë gjendje për të shërbyer sa më mirë këtij funksion dokumentor që unë përmenda më parë në raport me punë dhe me krijimtarinë e tij. Në këtë rast, duhet të nënvizoj se merita për bindjen e profesorit është e profesor Stefani, në fakt jo jemi, është ai që ka bind profesor për të marrë pjesë këtu. Profesor Hajgu është një kompozitor me krijimtari shumë gjanë dhe edhe prej kësaj njihet praktikisht nga gjithë publiku, jo tek shqiptarët me muzikën, me këngët që ai ka kompozuar për muzikën e filmit, është shumë i njoftën për publikun e përgjithshëm, por edhe me sfera tjera të rëndësishme të krijimtarisë, siç janë qysh nga romanca vokale apo miniaturat të muzikës domës, gjinit më dha, apo në vepër skenika, është shumë i njoftën edhe për publikun e muzikës klasike ose muzikës serioze, siç e quajmë ndryshe. Dhe në këtë kuptim ne nuk do mundem ndoshta që të mbulojmë të gjithë profilin e tij krijues në hollësi gjatë kësaj bisede dhe bashkëbisedimi, por do përpiqemi që të ndalojmë në disa stacione kryesore që janë edhe më të rëndësishme, më përfaqësuese për krijimtarinë e profesorit. Së dyti, do të vëmë duke që krijimtaria e profesorit shtrihet një hapësinë kohore shumë të gjatë, rreth 50 vjeçare, nga fillimi i viteve 70 deri më sot, dhe shtrihet në dy periudhat, do thënë më të rëndësishme të historisë së muzikës shqiptare, në periudhën socialiste, ku hodhen bazat e traditës muzikore tonë me gjithë problematikat përkatëse që e kanë aspektin e kontekstit politik dhe ideologjik të kohës, dhe në periudhën post-socialiste, kur decentralizimi dhe liria, po themi që i fitunën kompozitorët në këtë kohë, vërtet i krijoi mundësi që ata të eksplorojnë lirisht me gjitha stilet dhe teknikat e mundshme muzikore, por nga ana tjetër, me heqjen e mbështetjes institucionale, i përballen ata me vështirësi jo të vogla, të cilat duhet të thënë që skena muzikës serioze shqiptare hala nuk i ka adresuar, nuk i ka zgjidhur tamam plotësisht. Në këtë kuptim, pra, është ideja që ky bashkëbisedim që ne do bëjmë me profesorin sot, përbën një lloj reflektimi të profesorit mbi rrugën e vet krijuese si autor në të dyja këto periudha, por automatikisht edhe një lloj, po themi, reflektimi dhe gjykimit mbi proceset përkatëse që kaloi vetë muzika shqiptare në këto kohë, domethënë nga këndvështrimi i tij si krijues, dhe si protagonist aktiv i këtyre zhvillimeve ndërkohë. Pa u zgjat më shumë në këtë hyrje paraprake, po ftoj profesorin që të fillojmë bashkëbisedimin që ne kemi përgatitur për sot. Falenderoj për pjesëmarrjen. Se kam bërë njëherë në publik bisedën, po besoj që edhe ata që kanë provuar nuk e kanë pas thjesht, sidomos për herë të parë. Megjithatë, falënderim që do të dëgjoni gjëra që unë ndoshta veç me juve i kam diskutuar, po kështu në përgjithësi jo. Kështu që mendoj që mund të dëgjoni gjëra që një bisedim të thjesht rreth disa momenteve nga rrugtimi im që nga mosha e vogël deri në sot, që zakonisht që ju bën një bilans me veten edhe shikon për më tutje. Unë nuk kam ndonjë histori të veçantë për të ndarë me ju, se shumë gjëra të mia ju i dini. Po doja ta filloja nga një rastësi që ndodh në jetën e njeriu, dhe besoj që do më rastësit influencojnë shumë
Në fillimet e mia, pasionet e mia kanë qenë për elektronikën, megjithëse isha një fëmijë i urtë dhe ndikja se ishte shumë traditë e mirë familjeve atë kohë në Durrës, i çonin fëmijët ke shkolla muzikës me instrument ose me një tjetër, edhe ka qenë një rastësi, unë isha dëgjues në një klasë, dëgjues, nuk e di shumë vetë mund ta dinë brezi vjetër, kur ishte në moshën 7 vjeç, ishte një mundësi që mund të merrje pjesë në mësimet e klasës parë, se nuk lejohet në moshën 7 vjeç në atë kohë, edhe në këtë periudhë hapet shkolla e muzikës në Durrës edhe rastësisht lidhet jeta shumë e çuditshme, vjen Fehim Ibrahimi që ishte nga fillestarët e shkollës edhe seleksionon fëmijë nga shkolla. Kjo që e rastësia që më zgjodhet me shku me vazhdu, çfarë do vazhdosh piano. Ase kupton një fëmijë 6 vjeç. Më vonë është kjo me rritjen e moshës, domethënë për shkak të një lodre që më sjellli me motor, që ishte me gjëra elektrike, më lind ky pasioni që ishte më duk si më i madh se sa kjo për muzikën, po shkuam paralelisht edhe në atë kohë shkollat domethënë përpara shkollës mesme ishin me 7 vite, edhe shkolla e muzikës e Durrësit ishte kaq, edhe nuk kishte të shkollë të mesme, dhe vazhdova edhe gjimnazin, ku interesi për shkencën nuk ra, muzika kuptohet ngeli në plan të dytë. Gjithsesi, e vazhdova pianon, sepse kemi pas një ambient shumë të mirë, ka qenë një mësuese që unë nuk e harroj dot. Motra e Lili Tafajt, shumë ta njihni më mirë, është Violeta Tafaj, erdhi pastaj në lice artistik ajo. Dhe na rriti si fëmijët e vet. Një çudi, kemi një foto aty. Në atë kohë në Durrës kishte vetëm një mësuese pianoje. Dhe kjo në mandë aty keni shumë vajza këto e bërë dhe muzikante, por i vetmi djalë që di dhe gjithaj që i vajza. I vetmi djalë është edhe mësuesi aty në mes. Isha me kimet, si thonë. Gjithsesi, vazhdon gjimnazi, vjen koha për shku në shkollë të lartë, mu si mas rregullit të kohës nuk më takonte të vazhdoja studimet e larta, sepse ka familje ishin shumica ju e din këtë rregull që ka qenë atë kohë, që kush kishin prioritet familjet që nuk ishin çu fëmijët në shkollë të lartë, pastaj vinin rradha për të tjerët, nuk ishte se ishte pengesë. Kështu që pothuajse ishte pamundur që unë të vazhdoja shkollën e lartë, por kishte një avantazh që konkursin mund ta jepje, konkursin për ke artet. Dhe provova atje. Rodhën gjërat që desh fati të vazhdoj shkollën për muzikë. Megjithse isha i ndarë të dyja, muzika më pak ishte e dyta. E para ishte detyrueshme duhet të shkruaje ushtarake në ato vite. Dhe kur hyra në shkollë, kisha shumë bosh ligje se vija nga rrethet, nuk isha nga një shkollë e plot, si më thënë, me gjithë shkollën e mesme profesionale, dhe gjë e parë që thash vetë duhet bërë mirë kjo punë. Edhe këtë parime kam ndjekur deri në fund. Çdo punë që kam pasur për ta përballuar, i kam thënë vetes duhet bërë mirë, kaq. Tashi ju mund keni shumë kuriozitete, mund keni, por besoj që do i sjellojmë hap pas hapi domethënë çka ka qenë ajo, domethënë qëndrimi im lidhur me punën time dhe veçanërisht me muzikën, e gjitha kjo në një suaz, unë kam jetuar gjithmonë me miq dhe me shok shumë afër, edhe
e vlerësoj shumë për kahjen dhe nuk mund ta mendoj si mund të jem pa këtë lloj miqësie dhe që më ka mbajtur shumë pozitiv në gjithë veprimtarinë time, jo përveç edhe profesionit. Po, profesor, desha të ndërhyj këtu. Ju e latë kur fillut studimet për kompozicion dhe ju keni studiu me profesor Tonin Harapin. Siç nga një lloj këndvështrimit, një farmasët në krijimtarinë tu i shifen disa elemente që mund duken si, le të themi, shenja të këtij formimi fillestar nga ai. Domethënë, një sens melodik i rafinuar shumë, disa elemente që një aftësi, një kapacitet për të futur ndoshta në botën e fëmijëve me krijimtarinë tuaj, kam parasysh sidomos muzikën e filmit, Atlantic kërkon një motra apo tjerë. Çfarë mund të theni se keni marrë nga profesori, po themi nga proces pedagogjik që keni filluar me të? Po mirë. Po. Tonin Harapi, përveç se ishte një kompozitor shumë i veçantë, shumë nuk di ta përshkruaj me fjalë. Ishte edhe një mentor i mirë, domethënë Tonin Harapi nuk mësonte vetëm muzikën, por mësonte edhe shumë gjëra rreth muzikës, po edhe rreth jetës. Dhe shumë elemente të tjera, domethënë ishte tamam një mentor, një udhëheqës, nuk ishte vetëm mësuesi i kompozicionit. Edhe shumë këshilla, biseda, debate ndoshta edhe kështu, domethënë më kanë ngelur edhe i aplikoj akoma sot e kësaj dite. Dashuria e tij për artin, për muzikën ishte pa kufi. Normalisht në formimin e tij, formimin tim është influenca e parë kryesore që unë siç është ai njeriu që ndjek një figurë, që është një figurë që duhet ndjekur normalisht, unë besoj që çdo njeri duhet ndjekë një figurë pavarësisht nga uni i tij. Ai u bë udhërrëfys në shumë gjëra, në lidhje me profesionin, po edhe në lidhje me reagimet rreth aktivitetit personal të krijimtarisë. Dy detaje kështu për pak humor. Shkon në orë të mësimit, letrat e aty të shkruaj edhe me dorë, dhe vend zakonisht sipër pianos, kështu. Edhe marron dorën e mësimit, mirë ose si zakonisht çdo orë mësimi, herë me shumë pozitivitet, herë kur s'ke bërë gjë dhe kështu. Edhe kujdes, ose të lutem shumë se na ngatrohen letrat, na ngatrohen veprat. E kishte këtë kështu. Ose zakonisht besoj ndodhet gjithë kompozitorëve kur shkruajnë një material, harrojnë vend ca djezit se bemola dhe ai para se të fillonte mësimi, merrte një coplet dhe shkruante aty djeza bemola, kështu, to i ke borxh ose për ato që do shkruash, për ti ke shkruaj. Kishte një sens edhe humori edhe kemi kaluar shumë mirë bashkë. Madje edhe një që unë kam fiksim, ai ka bërë dhe leksione rreth kësaj, është kombinimi i fjalës me tekstin muzikor, që është shumë i rëndësishëm. Unë sot e kësaj ditë nuk i duroj dot krijimtarit kur teksti bie mrapsh. Për shembull të thojmë buka në këngë, nuk thuhet. Ose kur bie teksti muzikor jashtë në të kundërt me tekstin e fjalës, mirë po është një fenomen që sot nuk e vënë re shumë njerëz edhe e kalojnë kështu pa ose kur mos ul të punosh pa e ditë çfarë do bësh. Se zakonisht ulet një duhet me se ka fate dorëzimi, duhet ta mendosh përpara dhe duhet të kesh iden ose një tekst kur ke të bësh me muzikë vokale. Shumë gjëra tjera që sot nuk i themi dot, mund t'i kem thënë edhe me shokë, me miq. Domethënë është figura kryesore që unë kam ndjekur. Madje edhe këtë thoshte që
Dëgjo shumë muzikë edhe mos e dëgjo kurse ke mendjen. Do ta kesh mendjen kur dëgjon muzikën. Rruga ju krijuese, profesor, mund të thuhet se fillon në 1973-shin, kur ende student ju paraqitën me një vepër si rëndoja për violinë në koncertet e majit atij edicion. Vepër që mbeten në repertor dhe edhe në tekstin e historisë muzikës shpeshherë përmendet si vepër e suksesshme asaj gjini në muzikën tonë, në tansinë e vet. Kam një pyetje si kuriozitet pak në kuptimin si ishte e përvojë, që do të thotë për një student merrte pjesë në një aktivitet të asaj natyre dhe si e vlerëson në retrospektiv vetë këtë po themi aktivitet kulturor të asaj kohe, pra dekadët e majit në tansi. Në atë kohë ishte zakonshme, domethënë në dekadën e majit ndërtohesh programi mbi bazën e punëve edhe student dhe pedagog. Kështu që ishte një rutinë, përzgjidhesh nga një komision, atëherë nuk e kuptoja se si u përzgjodhen, po u zgjodha ajo si punë, kështu edhe u lujt. Domethënë, kur jenë ato mosha, shumë gjëra rrjedhin natyrshëm edhe ty ajo rrjedha sikur të merr me vete dhe ti vepron, luan rolin tatë si një teatr ku ti ke një rol edhe luan në grup. Kështu që ajo nuk është e gjë veçantë, punë studentore është. Atë kohë mund të ketë ku mirë, kjo është asaj çështje. Në fakt, me shumë kolegë të tjerë, ne në atë kohë kishim fatin që na botoheshin punët, miniatura, gjëra të tjera, ka qenë një shtëpia qendrore e krimtarisë popullore, që ne i botonte punët rregullisht. Nuk ishin një botim kështu, botime të rëndonta nga cilësore, por ishin të shkruara. Ishte një frymë e mirë edhe domethënë gjithë përkupoheshin për ato koncerte. Ju nuk e vijoni për një farë kohët deri nga vitet 80 krijtarinë orkestrale mas kësaj. Tashi mas i mbaruam studimet, atëherë ishte sistemi që bëhe 4 vjet, pastaj bëhesh një vit stazh. Unë fillova punë në Fierë Drita Central. Atje rast kontakt për parë me Çiftelin, nuk desh ta mësoj edhe Çiftelin. Kështu ishte, nuk ishim atë lloj përgatitje, domethënë, megjithatë ajo ka qenë një shkollë e dytë për mua, domethënë, përveç aktiviteteve kulturore, aty jam njoft me njerëz shumë të mirë, me njerëz shumë të zotë, me njerëz që kur kujtoj tash, ka qenë një fat që shkova atje se shumë kusht në atë kohë kujton dhe ku po shkon në Males. Ishte një gjë kështu, po aty ishte më shumë se sa Tiranë, në fakt ishin nga gjithë ajka e inxhinierëve, e shkencëtarëve, ku diun. Kështu që domethënë nuk ishte fare çështje Males, por ishte çështje që më vledi. Imagjinoni një djalë 21 vjeç shkon atje, merr përgjegjësirat, bëj një aktivitet e tjerë. Plus mas kësaj, domethënë ishte lëvizje amatore, do i përshtatesh atyre rregullave. Aq ishte koha. Në atë kohë kryesisht kemi shkruar gjëra kështu të vogla. Dihet që kompozitorë shqiptar të para 90-s kanë shkruar që nga këngët për kalamaj deri ke oprat simfonik. Kështu ishte ndërtuar sistemi, kështu funksiononte, domethënë duhet ishte i dukur kudo, domethënë se ishin edhe pak. Kështu që mas kësaj fillova prapë punë në Durrës, në Pallat Rinia, prapë në lëvizje amatore me muzikë të lehtë, kështu që u largova disi nga kjo problemi i muzikës simfonike. Me kalimin tim në shkollën e muzikës në vitet 80, ndryshoi edhe qëndrimi im ndaj atyre që do shkruaj në vazhdim. Kështu që besoj që normale kjo, nuk madje në këtë periudhë në 77 fillova të merrem me filmin. Sa nuk e di, po kam një falënderim të madh për Rikard Larjen, që ai sot nuk është, po ka qenë i parë që më besoi një muzik filmi kur unë isha 25 vjeç, pa një eksperiencë, pa një
themi, një sukses të madh me vepra të ndryshme dhe ka qenë filmi i parë i bërë ilegalet. Madje kam qefa, mund ta vëjmë atë Ricardo, si kemi shkruajtur aty. Pranveri Hidhur. Pranveri Hidhur. Kjo nuk është për tepër muzikës sa për Ricardit, dhe kam një mirëjohje të madhe dhe shpesh më ka mbështetur edhe muzika tjera të filmit. Ai ka qenë një figurë shumë Gjithë natë që i kërkoj. Askush nuk më tha gjë për të. Nuk është. ai cili rrugën që u vazhdoi dhe filmat e tjera. Për ta lidhur profesor me muzikën e filmave, ju keni një rast interesant e përvojën që përshkruat më përpara me pjesën e të Firzës, ju keni një film, muzikën e cilës e keni kompozuar dhe në fakt dhe pasionon pikërisht ngjarjet atje dhe një kuptim shpesh rëndon është e mujtën për ta pasur me vërtetësi, po themi atë përvojë që ju keni pasur në raport me Firzën dhe në raport në atë film që keni pa aty. A mund të konsiderohet muzika filmave që ju keni kompozuar si një trampolin për të qenë më i pranishëm në jetën e institucioneve artistike qendrore, profesor Mrapa, duke pas parasysh se fillimisht ju jeni i angazhuar në rreth dhe në atë kohë kuptohet që baza e jetës artistike ishte qendra pra Tirana dhe nuk ishte shumë e thjeshtë për kompozitorët që jetonin nëpër qytete të tjera për të angazhuar në aktivitete të rëndësishme artistike e muzikore. Pikërisht ai fillim që shkoi mbar, nëse do të themi kështu, pikërisht ai fillim shërbeu normalisht ka qenë një frymë e mirë shumë kjo studio, domethënë edhe për pjesën si themi të regjisorëve, aktorëve të tjerë, po edhe në lidhje me muzikën. Domethënë unë kur shkrova muzikën e parë për ilegalet, përveç që u ngula nga që nuk kisha eksperiencë, u ngula duke parë filma një muaj rresht, ndoqja dhe shumë nga filmat shqiptarë. Madje më pëlqen madje kam një këshill nga profesor Simon Gjoni. Kemi qenë vinte në Durrës ai për aktivitete ndryshme dhe po pinim një kafe dhe isha një për të zgjidhur problemet me një muzikë filmi, bisedë thjesht. Thotë, çfarë po bën? Duhet të bëj një muzikë filmi. S'po e gjej dot çfarë duhet bëj. Po çfarë ke ndjuar se unë jam me atë teorinë që muzikantët mësojnë nga njëri tjetri. Nuk e kanë si piktorët materialin bazë natyre, vizat e linjat të muzikë, nuk mund t'i prekësh, nuk mund t'i kapësh. Dhe thot, po ke ndjuar autor, kam ndjuar. Çfarë autorësh?
përmend ato që kemi një traditë që ngjojmë autorët e mëdhej. Tha, po muzikë shqiptare ke ngjuar? Edhe kam ngjuar. Pra, nuk isha ngjuar së duar edhe u shtyva edhe i dha shqetësi dhe vetes, sepse njeriu jo vetëm mëson nga të mëdhejt e muzikës, po mëson edhe nga kolegët që ka rreth e qark. Mëson edhe nga herë dhe nga vetë, gabimet që bën vetë, shikon që kjo s'duhet bërë ose konkluzionet për të vazhduar një punë, duhet të nxjerrim nga eksperjenca. Kur s'ke eksperiencë, do të kërkosh eksperiencë të tjera. Kështu që vetë fryma që ekziston në atë kohë më ndihmoi edhe mua që megjithëse isha i ri në moshë, të thirresha nga regjizorët në shumë kino studio. Edhe besoj një regjizor e veçantë që s'kam arrit të bëj në film. Shumicën e kemi bashkëpunuar me mjaft mirë. Si funksiononte marrëdhënia e kompozitorit me regjizorin në atë kohë, ose në kuadrin e kinostudios? Zakonisht kur regjizori vendoste për të zgjedhur ty ose dikë tjetër, ai e kishte menduar që ky duhet më bëje shumë muzikën si e dua unë. Edhe ky duhet të jetë parimi, besoj, për muzikantit, që duhet bëj atë që ka nevojë regjizori. Që ai mund t'i sugjerojë regjizorit edhe një këndvështrimet që ai nuk i imagjinon dot, sepse është çështje diferencë profesionesh. Por është një procedurë standard, mund të keni pasur shumë dokumentar, lexohet skenari, bën biseda, përcaktohet një material ose zona muzikore ose ku do të bie dakord, si më thënë, çalloj muzike e tjera dhe pastaj në ato kohë teknikat ishin shumë jo të avancuar si sot, se mund themi teknikat ishin moderne për kohën, po në krahasim me sot ishin domethënë gati manuale. Kështu që madje unë ruaj akoma sot, i kam kujtim kronometrat që kronometroj sekondat që duheshin, kur i caktohet me regjizorin, na duhet këtu muzikë ose jo, na duhet këtu ose kjo vinte gjithmonë pasi bësh tema, pasi biesh dakord për llojin e materialit muzikor. Ka pas disa kështu edhe mos dakordsi, si e thon, ka qenë është një film Dolli e dasmës time, që flet për një novelë, më shtet një novelë Nasilerës, më duket, për një martesë që bësh në kohë lufte dhe dhëndri duhet shkonte të bënte një mision informacion, domethënë të informacionit, të çonte në shtabin kryesor etj dhe ndërkohë nusi ishte bërë gati, ishte luftë edhe dasëm. Domethënë njeriu fillon edhe blidhet edhe si mund të gjesh një emërues përbashkët të shkoj me çështjet edhe me edhe më erdhi mbar sepse ngjarjet edhe figurat ndihmon shumë, xhiroshin në darkë korsëshin xhirimet edhe me zonë me dëbor, me timër, me kështu edhe mendova që të fus instrumentet e gajdes, madje përjashtova fare orkestrën simfonike. Në atë kohë ishte drejtuesi i seksionit muzikor, Limoz Dizari, thotë, i them, do bëj muzikën me një temë popullore, se kjo është dasëm këngë popullore këto, nuk në simfoni. Kështu që do fuzë instrument të gajdes që është karakteristik për zonën juglindore, domethënë për Ades, Korç. Me kam pas pasion gjithmonë, i kam incizuar pothuajse të gjithë festivalet e Gjirokastës me ato mundësi teknike që kishin atë kohë me ato mikrofonet e thjeshtë. Dhe gjej një material muzikor dhe ja përshtas dhe them do bëj me orkestrën, nuk do bëj me orkestrën e radios, do bëj me orkestrën e ansamblit.
Që është kjo tha me ansambli, që është kjo film me orkestra ansambli me 5 vetë, bëhet, mblodhi komision, unë thash nuk di me po tjetër, këtë di unë. Isha dhe unë i vendosur, kur je i ri ke edhe guzim. Dhe mblodhi komision, u mblodhen goxha kompozitorë, nuk po i përmend me emra, dhe unë ja tregova muzikën piano, sa po më tregohet një piano, do ti ngjosh piano ti imitosh të supozosh që po dëgjon gajde. Është e pamund. Megjithatë më mirë kuptuan dhe lam, kështu që në qoftë se regjisorit nuk i shkon kjo lloj muzike, do paguash shpenzimet. Ram dakord. Kjo është një ngjarje kështu për të qeshur. Shkoj mirë, për fakt, shkoj shumë mirë dhe ju ngjit ajo lloj muzike. Madje kemi edhe finalen. Finalen është tamam me orkestrën e ansamblit. Më vun kusht që në uverturë të fus orkestrën simfonike. E ka që nuk... Më vun sikur që uverturën do bësh me gajde dhe me orkestrën simfonike, u bë ajo ashtu, nuk është më e bukur se. Një rast tjetër prapë marrëdhënie regjisor me Kujtim Çashkun, ke Dora e ngrohtë. Kisha miqësi me Kujtimin, se ishim në shkollë bashkë, në këto seksionet e zborave ushtarake, kishim qellu afër dhe kishim shumë muhabet. Do bëjmë këtë, do bëjmë, dhe bëj një temë unë ashtu dhe shkojmë në kino studio. Ndërkohë ai kishte vënë mua një muzikë, kishte vënë një muzikat më të bukur të Morricones, që është një fillimi i filmit, është një djalë që zhytet në ujë, kështu, edhe kishte vënë një nga muzikat më të bukura të Morricones, edhe e duk kështu. Gjithsesi, nesër shkova, bëra një temë, ajo temë që është normalisht, edhe atë ditë, për fatin tim, që thonë Ricardi në korridor, kur ne morëm pianon, edhe çum aty ke mavjollat. Mavjollat janë një sistem që lexohesh filmi, se nuk ishte kështu ekrane elektronike, kësi gjëra, në mënyrë mekanike, shfaqesh, ishte një tavolinë si puna kësaj, me 2 rrota, s'ka rëndësi, dile figura dhe unë ulem piano ishte çakorduar komplet, edhe unë do i luaj muzikën aty. Dëgjoj deri në fund, Ricardi rinte kështu sipër piano, si pianino e vogël kështu. Edhe nuk foli fare Ricardi, ti më tha, më e keq apo s'ke bërë gjë. S'ka bërë gjë, s'është gjë. Ricardi më s'keni sion, jo, tha, ke mirë. Prandaj nuk e harroj dot. Gjithsesi, u la që nuk pëlqen kjo, dhe ika unë, shkova në Durrës, vazhdova, ishte në mësim, më bjen telefoni, thotë, kërkon drejtori i studios. Do vishë çik në Tiranë, se kemi bisedë, se ishte fund vitit, do dorëzor filmi, nuk kishin gjetur kompozitor tjetër, si s'duket, edhe tham, do bësh filmin, po do bësh me kujdes. Dhe që kam do bëj. Nëse për shansë bëjnë qizimin një nga netët e festivalit, mrapa, dhe unë ka shku deri në 4 mjesit, dhe zoti si themi neve, shkoj mirë dhe kjo ishte e njëjta gjë, ndodhe dhe kjo regjizori se pëlqen në fillim, po e pëlqen mrapa. S'mund t'ja tregosh të paktën atë kohë, sot t'ja tregon po thuj se të dëgjueshme 100%. Me virtuale, me këto teknikat e sotshme kanë shumë avantazhe për një krijues për të shfaq atë ide që kanë kokë. Kështu që nuk shkojnë gjithmonë ujë gjëra. Shpresoj që këtë herën e dytë nuk ju kanë kërcënuar për të paguar shpenzimet. Jo.
Kam një pyetje specifike për muzikën brenda kuadrit, profesor. Tek Dora Ngrot ka një moment caktuar kur del nga burgu personazhi Bezo dhe ndëgjon një variant simfonok, po themi të simfonisë 5 Beethovenit. Ka disa fragmente të tjera të kësaj natyrë. Këtë muzikë kush e zgjedh zakonisht, kompozitori apo regjizori? Jo vetëm kujtimi, po ka dhe shumë regjizorë tjerë që duan një muzikë që kanë qef ata ta vënë film, se i shkon si mas ides që kanë ata në film. Nuk është vetëm kujtimi që e ka këtë vesë, në çdo film të kujtimit do kesh një muzikë nga repertori i bukur i muzikës, po themi as klasik, as romantik, as kështu. Aty ka vënë nga Brahms, më duket ke një film tjetër, jo ke ky. Ke ky s'maj mend këtë vënë. Ka vënë Beethoven, ke një film tjetër Vrasja e Gjuhëti ka vënë nga Brahmsi, simfonia e dytë. E kishte vesë, do të vente një moment kështu. Diçka, profesor, siç e gjykoni ju marrëdhënien midis veprimit dhe muzikës në film. Pra ngjarjes po themi të filmit, si e keni këtu? Kjo ha shumë debat, eksperiencë kështu, nuk ka formulë. Madje një nga filmat e Morricones, kjo Gjo Profesionisti është një nonsens total, por është një nga muzikët më të bukura të filmave. E keni parasysh Gjo Profesionistin. Domethënë nuk ka formulë saktë. Mund shkon kondra skenës, mund të jesh të ndjeki skenën, mund të jesh kontrapunt që themi në muzikë, mund të jesh përshkrues fare, domethënë as mos të ndjeki skenën, të jesh jashtë skene fare. Nga eksperjenca ime vere që muzikat e autorëve të mëdhej përballojnë situata ka më ndryshme në filma dhe shkojnë shumë bukur. Shohish filma, ketë një film të tërë që mahet vetëm me muzikën e Schubertit. Shkon me një fare, një film modern, me ngjarje moderne, nuk po themi kështu, nuk ka formulë për këtë. Është çështje e regjizorit bashkë me kompozitorin, të dy nuk mund t'i veçoj. Në orientimet e kohës, mbështetja në folklor, në raport me muzikën përmendej vazhdimisht si një kërkesë themelore, por dhe unë përshtypja ime personale është që në raport me muzikën kishte diçka më theksuar se sa në artë të tjera, për arsye ndoshta objektive në tënësi. Në Krimtarin tuaj me përjashtim disa rasteve specifike, siç ishte rasti i filmit Dullia, për shkak që lidhen me subjektet më të tjerë, përgjithsisht përshtypja ime se ju jeni ata autorë që e shfaqni në mënyrë më të lëmuar dhe më pak të dukshme këtë gjatë, domethënë në përgjithësi. Si ju gjykon retrospektiv këtë kërkesë ngulme dhe të vazhdueshme për le të themi elementin kombëtar në muzikë për atë kohë? Tash kush është shkolluar në ato kohë, domethënë kjo ka qenë një nga shtyllat kryesore të krijimtarisë. Krijimtaria duhet të ishte mbështetur, domethënë, pavarësisht kësaj. Unë jam edhe sot me këtë mendje që vetmi gjë që bën një kompozitor origjinal është mbështetja në atë që ai ka marrë nga jeta e tij. Domethënë, të marrësh nga jeta jote, atë këngë që ke ngjur që ndjep, këngë që ngjon në dasëm, këngë që ngjon në koncert. Domethënë, gjithë si themi melosi që ti ke brenda vetes totali. Nëse ti do të tentosh të bësh të imitosh një kompozitor gjerman i dështuar totalisht. Nuk mund të jesh unë duke marrë një botë jashtë teje tingëllore, kuptohet. Kështu që unë prap jam, nëse do të jesh, ja them edhe studentëve, nëse do të jesh i veçantë, se kjo ka rëndësi sot në art, të jesh i veçantë, se të bësh si gjithë tjerët, mund të jesh një prej shumë. Që të jesh i veçantë, duhet të gjesh atë ekuivalentin personal me atë ekuivalentin që ti të vjen nga gjeneza, nga thellësia e krijesës tënde. Kështu që kjo është një domosdoshmëri për mua. Vetëm që kam një kështu, kur trajtohet elementi folklorik ose i mbështetur atë, duhet ta përshtypësh, ta kesh të përtypur dhe ta nxjerrësh si produkt tënd. Se përndryshe pastaj ke një foto të folklorit, nuk ke më një krim.
Nëse përjashtojmë profesor titujt e veprave edhe ose tematikat dhe tekstet që janë, a mund të flitet për një muzikë të realizmit socialist si stil në kuptimin mirëfill të fjalës në atë kohë dhe nëse po, ku konsiston e çfarë tiparesh mund të themi se kishte në atë kohë? Tash këto që janë studiuesit e arteve, këto i dinë më mirë këto gjëra, po unë nuk besoj shumë në këto kufizime. Shostakoviçi, tash i thuhet Shostakoviçit kompozitor e realizmit socialist, nuk i thuhet dot. Ai ka shkruajtur edhe vepra që shprehin ato kërkesat e politikës asaj kohe, po muzika është normalisht më pak e influencuar nga shumë arte tjera për këtë lloj defekti që ose kufizimi, s'po themi defekt. Kufizimi Mbase kjo del edhe ideja që vazhdimisht më ka tërhequr vëmendjen që Kadera apo ndonjë autor tjetër në atë kohë kanë folur për një taks që duhet të paguajë regjimit nga ana e krijuesve të kohës. A mund të flitet për një gjë të tillë nga ana muzikantëve apo muzikantët për ato aspekte që ju thatë e kanë ndihmuar pak këtë gjë, domethënë kanë shkruar më lirshëm nga këto bërje ndërgjegje nëse mund ta themi kështu. Shiko, ne kemi pas një fat që porosit se si duhesh bërë muzika nuk i merrim nga politika, ne i merrim nga pedagogët tanë, nga ata që ishin para nesh. Kështu që ne ndiqim rrugën atyre dhe normalisht ne nuk e kemi ndjekur kështu si presion të politikës për muzikën. Rrugën ne përpiqem ndjenim gjëra të reja për shkak edhe të moshës, për shkak edhe asaj shtysës që ka një brez i ri në krahasim me një brez i vjetër, por rrugën e kishin çelë ata përpara, domethënë ka shumë vepra që konsiderohen të realizmit socialist, por gjithsesi ato janë vepra muzikore, ku ti vesh këto martesa, mos më duket në shumë e arsyeshme. Kam dëshirë. Mendon tjetri ku shkruan muzikë, mendoj tash si do zbërthehet ideologjikisht kjo muzikë, është e pamundur. Qose më kam dëshirë që të vendosim për më dëgjuar një fragment nga një vepër interesante orkestrale e fundit viteve të 80, diçka peizazh, që është një vepër orkestrale shumë interesante. Para se ta vëmë atë, është një problem i madh, Shumë vepra tona që kemi pas fatin të jenë të injizuar, që sot të rinjt nuk e kanë atë mundësi që kemi pas në të kohë. E para që ishim pak, po kishte edhe një vëmendje dhe ishte programuar edhe sasia e krimtarisë që do bësh në vit ose nga çdo kompozitor etj. Vetëm që shumë incizime na kanë dalë me defekte që nuk mund t'i korrigjojmë sot me teknologji të reja. Kështu që na lind jo vetëm që është normale që veprat muzikore të rincizohen, po të rincizohen dhe mirë, edhe të përmirësohen madje në gjatë një rinterpretimi, sepse shumë vepra për shkak të krijohen për shkak të një aktiviteti si ishin dekadat ose edhe tash festivalet e fundit ja kanë shumë vepra. Luhet një herë dhe nuk luhet më. Mirë po, vepra nëse nuk luhet është si puna e metalit që ndryshket edhe humbet. Duhet dali dikush ta rigjenerojë, të vi në forma të reja. Para punës, domethënë që shumë gjëra na kanë humbur për defekte teknike. Gjë që s'duhet ta lejojmë të të ndodhi. Tash janë dhe kushtet më të mira nga ana e teknologjisë. Dhe Nëse mund ta vendosim shumë shkurt peizazhin. Kjo është një nga incizimet e mira që ka bërë Eno. Madje edhe nuk kam qenë gjatë incizimit e ka bërë vetë kur e kam dëgjuar. Nuk zgjat shumë, 4-5 minuta.
Po e shkurtojmë për efekt kohë. Kalojnë kap do të finalin vetëm ose ka problem? Pjesën e fundit. Aty se t'i gëllon bukur orkestrë. Edhe pak. Sa për balë detit. Është imagjinata. Profesor, duke ju kërkuar mirë kuptim, por më vjen një mesazh që jemi pak ngushtë në kohë dhe do t'ju bëj vetëm një pyetje të fundit për mbledhse, pra sa mund të thoni ju në raport me periudhën e dytë që ne kishim parashikuar, pra me periudhën mas ndryshimit të vitit 90, është ideja që në këtë kohë edhe në raport me muzikën ka pat një lloj vërshimi për të fituar më thoj zakone humbur nga autorët, pra për të eksploruar ato stile që kishin qenë edhe të penguar më përpara, në qoftë të themi. Si e gjykon retrospektiv këto 3 vite e krijimtarisë të muzikës shqiptare në këtë këndvështrim? Krijimtari përgjithësi. Procesin e muzikës shqiptare. Si çdo proces, ne ndrum prefiks, si me thanë, 90 këtej, 90 më poshtë. Normalisht që kur kalon një stad tjetër, do të fillojnë edhe kërkohet në gjëra të reja që të na mungonin. Dhe kjo u bë gati kështu trend, edhe madje shkon edhe disa kërkesa po mos ishte i modern, simas ca stileve që u konsiderohen modern, do ishte i prapambetur atje. Gjithsesi është një fenomen që unë nuk e kam parë kur me dyshim. Gjithmonë përthes përpara gjithmonë rendet më shumë, pastaj kujtohesh që prej tjerë se kemi edhe këtë tjetër këtu, edhe sot nuk është më ai problem. Sot unë besoj që kompozitorët janë shiru nga këto tendencat për të qenë modern. Modern është ai që shkruan muzikë bukur edhe kaq. Kurdo? Do bjeri dhe ajo. Që janë ca fenomene që lulëzojnë edhe thahen mas lulëzimit shumë shpejt. Është, po njerëzimi kalon gjitha këto. Gjithsesi unë kam shumë besim që momentet që nuk janë të mira, si më thënë, zonat do të zbehen, gjithmonë e mira do dali përpara. Del me zor, po del. Nuk kam frikë nga kjo. Më lejoni nëse ka dëshirë nga publiku dikush për një pyetje apo një pjesëmarrje? Ju falenderit që erdhe në akademi. Edhe ne jemi miq të vjetër, edhe ishte shumë interesante. Të mos detajet që lidhen me atë procesin krijues dhe mënyrën se si ka ardhur, dhe tani po kuptoj më shumë që pse muzika tënde aq e frymëzuar është shikosisht dhe racionale, si duket dy pasionet e tua për muzikën dhe për shkencat eksakte e kanë dhënë rezultate shumë mirë. Në fakt, unë do insistoj edhe një herë te kjo që thahet mirë, domethënë kjo quhet rrëfim në dy kohë.
Dhe në rast se të kuptova drejt, këto janë dy kohë, le të themi historike, po me sa po kuptoj procesi kompozicional është një, dhe pavarësisht gjithë atyre problematikave që kompozitori has në krimtarinë e vet, pak a shumë ngel të njëjti me gjithë privimet ose ato të reja që duhet, dhe këtu më kujtohet një histori me Pendereckin, i cili dihet që ka qenë pjesë e avangardës së muzikës europiane në vitet 60-70 dhe në bas viteve 90 pati një tërheqje drejt një stili neoklasik, duke thënë që u ktheva këtu sepse kuptova që muzika e avangardës europiane, kishte parasysh Nonën, Stockhausen, Pulezin e tjera, ishte vërtet një lloj tërheqje për ne si kompozitor, po kuptova njëkohësisht edhe një lloj utopie që mbante ajo muzikë dhe u kthye ke rrënjtë e veta. Unë këtë doja të pyetja, po mundësisht një përgjigje të saktë. Domethënë, kjo periudha para 90-s dhe mbas 90-s, si më thënë, njerëzit kanë të njëjtën imazh dhe kohë për Hajdun si krijues, apo ka ndodhur diçka në krimtarinë tënde që duhet ta theksosh tu për faktin që kohët kanë ndikuar tek ty? Unë kisha llogarit me tregu dhe 2-3 gjëra tjera që janë të prodhimit mas 90-s, po jo se thot që duhet me mend 12. Normalisht, unë nuk kam në i trysni tash për të ashu, që e shumë normale, mas 90-s, rendja mas teknikave të reja të kompozicionit. Ju patët fat edhe bëtë ca kurse jashtë shtetit me profesor shumë të shuar, unë nuk e pata të fat. Gjithsesi u mundova të mësoj edhe nga juve, edhe nga tjerë, edhe nga literatura botërore që u bëhe mundur. U bëhe mundur, se ne nuk i kishim mundur. Të tregoj një shembull shumë i çuditshëm kur ishim student, vit parë ose vit dytë, më ra dorë një radio dhe me që përmende Pendereckin, dhe në darkë ndëgjoj një orkestër që po akordohesh, thash ta dëgjoj këtë vepër, prit se po mbaron s'ka, prit se po mbaron s'ka. Kur tham dëgjoj simfoninë e Lutoslavskit numër 2. Domethënë kaq të pa informuar ishim, kaq pa informuar, domethënë ne rendja mas teknikave të reja është shumë gjë e bukur, por besoj që sot, domethënë mas shumë vitesh, është mbërritur një ekuilibër që edhe teknika duhet, po duhet edhe shumë gjëra tjera që janë ajo që ke bërë deri dje. S'mund ta lesh me njërat i ke bërë dje dhe të fillosh nga zero këtu i gjë tjetër, është e pamundur. Do janë të lidhura, domethënë. Influencojnë ato që mëson gjërat e reja, influencojnë edhe ke krimtaria që bën sot. Nëse kem tash unë nuk kam një trysni kështu se çfarë po shkruaj, domethënë jam modern apo jo. Se kam këtë problem. Do vëmë një romancë që ka një gjuhë muzikore të thjesht, vej atë me këtë baritonin. Apo afër, ajo. Po. Jo trio. Jo kjo tjetra. Romanca. Kjo është para 2 vjetësh, 3 vjetësh. 2 vjetë. Occhiagnan bracti sul cielo, sembra triste, sembra andare, e te ne vedo. Occhiagnan bracti sul cielo,
Alle flagge undan dig mot varsin spår. Tiet unter dir, tiet brande. So Palestine c'è me vede c'è E di nëse ka ndonjë pyetje tjetër auditorit. Përshëndetje, faleminderit për prezantimin. Përmendët grupet amatore në mos gaboj, në një pikë cila ka qenë influenca që kanë patur grupet amatore në nxjerrjen dhe formimin e talenteve të reja muzikore. Qofse mund të elaboroni pak më tepër. Fjala është për atë kohë. Po atë kohë lëvizja amatore ishte kishte peshë të madhe në jetën artistike muzikore. Madje bëshin takime të mëdha të shtëpive të kulturës, të rretheve, kështu ajo ishte shumë e mbështetur nga politika e kohës. Edhe kjo ka qenë pozitive për mua. Nga lëvizja amatore kanë dalë shumë artistë, madje qoftë të teatrit edhe qoftë edhe të muzikës. Kështu që ajo ka qenë një gjë pozitive dhe gjithmonë amatorizmi është bazë ku furnizojnë edhe normalisht diferenca është këtu, domethënë amator quhet një i folklorit apo quhesh një njeri që do muzikën. Kjo është diferenca, domethënë njerëz që do muzikën ka më shumë se sa ose s'po bëjmë kështu darje cilësore, po domethënë
që duan muzikën e duan dhe ata që luajnë muzikë popullore, por ka dhe muzikantë tjerë që janë amatorë dhe madje ne kemi pa dhe na kanë ardhur nga Gjermania orkestra simfonike amatore. Kështu që Në periudhën e kjo është socialiste. urdhë? Periudhën socialiste për flasë. Po Gjithmonë. për periudhën socialiste. Tash këto orkestrat nga Gjermania kanë ardhur tash po, në atë kohë ishin festivale tëra me grupe amatore. Madje me amatorët e Durrësit u vu një opera në skenë atëre. Kuptohet nivelet ishte prapë amator, po gjithsesi njerëzit merreshin me art, kjo ka shumë rëndësi. Kështu besoj që nuk lëvizja amatore është ajo është që furnizon edhe pjesën tjetër. Mbështet edhe nxjerr dhe talentet. Kështu besoj, kështu duhet të jetë. Po çfarë them? Normal. Po. Ka njerëz që gjojnë peshk, unë merrem me tela me kësi gjërë kur kam kohë. Nuk... Po. Muzikën tonë operistike apo botërore? Muzika jonë operistike muzika operistike ke neve domethënë për s'mund të jemi krenarë, domethënë se kemi vepra, domethënë ti bëjmë një analizë e muzikës, domethënë veprat më të spikatura kanë ngel të Preng Jakovës, që ishte një fillim shumë premtues, po pastaj ndoshta edhe për shkak të kontrollit të rrept që bësh përmbajtjes, jo mund pjesës muzikore, nuk kemi pas suksese të mëdha, në paktën muzikën operistike. Më mirë mund të ketë qenë baleti. Vokale apo operistike? Vokale ka një tendencë që lindi direkt pas viteve 90, jo se nuk ekzistonte muzika vokale e dhomës, që quhet muzika vokale e dhomës. Domethënë kemi si puna kësaj që dëgjojmë tash. Kjo është me pak instrumenta, me këngëtar, me grupe të vogla, domethënë. Kjo është muzika vokale e dhomës. Kjo ka arritje goxha. Madje janë bërë 10-11 festivale të romancës, kemi bërë dhe botime, kështu që ndërsa për operën, pastaj aty kemi pikë të dobët, nuk e kemi shumë pak, repertori i operës tonë madh me operat klasike, romantike, etj. Është pikë e dobët që nuk e di se si mund të zgjidhet. Diferenca është që atëherë çdo gjë ishte e programuar, domethënë plan 5 vjeçar, plan për bërë 5 opera, 5 balete, ishin caktuar me këto, edhe nuk pytesh për kosto. Sot është i cik ndryshe, do bëjmë këtë, po ç'a kostosh ka, ç'a niveli ka, se tash jemi edhe tapur, do atë që të bësh sot, asnjëri nuk i lejohet nga neve që të bëjë një vepër që
është e pamundur teknikisht ose në nivelin analistik të eksportohet. Nuk është, ndërsa atëherë problemi i eksportit nuk ishte. Mund shkruaje për brenda ishim në rregull neve. Sot ajo që duhet të shkruash është që duhet të jetë patjetër në nivelin për eksport. Që të krahasohemi, ndryshe pastaj rrim aty ku jemi. Faleminderit. Atëherë nëse nuk ka ndonjë pyetje tjetër, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Falenderoj edhe profesorit për angazhimin dhe për gjitha që ka parë këtu sot. Besoj që ishte një bisedë besmiq, nuk ishte kështu për të dhënë ide edhe koncepte filozofike, po një bisedë thjesht për parë ca pika tjetër time e kaq. Do munohena. Ose që nuk i formulami